Bravo, Goca, bravo. Ej. Hajde me shumë. Hajde, marrë mos këtu. Hajde, po nuk do rrem sa i mirë. Ha? Ku do të? Çfarë do të? Ke marrë qop? Ke marrë qop për skandaloz? Po. Po e kam marrë në 2023-shin? Edhe s'na ke thënë? Sa ka vaj kamata, 4 milion lekë. Sa ka vaj? Kamatat e tua du paguajmë ne, mërë. Vaj kamata 2023. Po sa shumë sa i shpi 1+1 tjera. Po na tregon mër burë. Na tregon mër burë. Po tregojni më këto gjoba. Pse jeni kështu mërë? Po tregojni më këto gjoba që i meni nga të poshtë. Kokra, pse janë ca kështu? Green, ca janë nga të hollat. Ato të hollat bëhen me aparaturë. Ato të hollat vjen për 3 sekonda. Pam, dalin sistem. Jo, thjesht bë foto. Jo, po dalin në sistem ato. Si kupon ta timor. Po, nërsa këto nuk ko dalin sistem. Kanë policët një këshu, një aparaturë. Di mërë e di e këto. Jo, po këto këshu më duke kanë vështirë sa ti dhe në sistem. Këshu i shef policët janë? Trak. Fotorejt. Ju ka dhonë policia dhe këto celular, 1 terabajt memori, trak. Lodhe në për kryqëzime, në për semafor, me drejtues, ato mjetës që se kanë i denë, se që do me tonë qarkullim, me ato robat e tyne të shkreta, ku me shije, ku me tjelë. Po duroj sharjet e fyrjet e përqmiret. Pa heroj pas keni qenë, një duar gjithë shumë madhe, realisht, po. Se këtu janë... 4. Të rrethëtullimi të Pallati me Qie, 4 janë aty, non stop, 4. Edhe prap, hynë kështu, nuk e di, mërë, nuk e di. Në fakt, kjo flet gjobe më ka ardhur në dorë, mba në vitin 2023. Ku e ke marrë në 2023? Jo, aji që e ka marrë, 2023, për në fakt e ka marrë vetëm para një jave. Edhe qarë pasaj, e qarë do të thua është një me këta? Që është nga të ruar polici, pa është nga të ruar i shkreti, ja. Ka gjeni lodhër. Që nga trojnë targen e di, po. Orën e di, po ndodhin. Po të katrojnë dhe vitin? Edhe të shti? Edhe vitin? Ja, te këto të këtu. Data 15/4/2023. Si? Ka dashta bëj 6 treshi, kështu jeni ju maskarej shqiptarët. Po nemi me datë 3. Rruga Vëtamara duhet jetë. Vëndi Shpar. Jo prezent shoferi. Benz. E ka shkryt targën s'pe a themi, shelun ligjin kaq, pushon mjetin rrugë kalimi mjetësor. Që është kjo? Rrugë kalimi të mjetëve... Njerëzore duhet jetë. Gjobitet 1.000 lekë. Të reja. Pa, në 2023. Sa lirë ka qenë gjoba. Ashe sa lirë ka qenë gjoba të atërë. Edhe reformat, okej. Në faktë, përveç kësaj që dikush thot jam e është 2023, numri i seris, kësaj është 1333, pra 33, 8088. Zotëria e ka paguar dhe ka paguar 5.000 lek me ullje. Se po ti ishte 2023, sa ja apartament. Më pak, ja të kike. Kjo është gjoba, numri serial lartë 8088, ja të kike këtu poshtë, numri serial 8088. Kjo është paguar në 24/3 2026. Do thuti, ja që po, nuk po themi të vrasi policin. Kini që parasysh vitin. Se mirë targat ju bje drita në jerë, bje hija, kemi të reguar këto. Vajza juve keni, ju me jisë keni makinë që që gjobat mërë një, sigur. Ajdi këtu vajza, ajdi pak se duhet ju them diçka, për shpet. Shpet se kemi emisioni shumë materiale, du t'jemi në gjeshër. Ma i levizni të drejki, balerina jo. Që që minosë ju kena morë, ke nervi shjatik me zi levizni venit. Ka kap gërë që ke gisht Do bëshe, qëtësi, do bëshe në këto vajzat e mregullushme të qarkullimit, të dhimë se të vetja, po të se mora vesh, po se më dhimë se të vetja. Se di. Po pëse? Por qatë dhimë se të vetja? Ata janë goca shumë si yje, ja do jo, tha po, do bëhen, po më dhimë se të vetja. Vetja pëse të dhimë. Për të marrë gjobë, ndoshta. A, që mos marrësh gjoba? Së shvetëm të gjoba. Po për qarë? Ha mi folë që në lytë e menç. Do me... Ka njoni më që e ka fiksim polici dhe aty do e njofti. Ti do bësh... Ke fiksim një nga këtë shumë atë qarkullimit rrugor. Të prezentojnë nemi gjalli. Ullu, që të në kom nuk e ma di mund të prezentojsh vetë, kalo për ati gjiro gomat. Kaloj. Bleso ti, do bësh një nga këtë vajzat e mrekullushme, që simpatike si e. Fjalla, kjo e ka fiksim të marrë shkollën e policisë. Vërtete? Më duket kriminalistik, ha? Kriminalistik. Ajde. Që që kriminell rruhuni. Holmes i vogël, ajde. E dini ku shka qenë Sherlock Holmes, sa beja? Sherlocku. A vajza? Po, e dini, bravo për përgjigjen. Kthehemi vetëm... s'kam thonë Mimroma jerë. Mimroma, përshëndetemi se vini sotë në reklam. Haj, Mimroma shqiptarë, ju rritë zoti qëtë. Falë, që s'bo jetë?
i vizit hekuri, që i e kështu e putë, riu gjithë kohës, që mos keni problema në mije. Të bje drita më mirë, pak 1,95 edhe të kap koka në hije ty. Unë thash të ke lodhje, këputë është edhe ullë. Edhe gishtin e ka kështu. Që kemi në mëse e kështu, ka që lodhë me, ha? Nuk jam e lodhë me, jam si e këput me. Oke, dhemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo, afroni, vajza, afroni. Afronimi. Atere, vajza, jeni të reja, do të rriteni, do të kuptoni që fatet s'ja njësoj, bekimin merë nga... Ajo është kënga. Për televizë ngeci. Jo, ishte kjo. Mu ngataruan me frazën e këngës jonë të arditit. Vajza, do rriteni, do kuptoni që fatet, që prapë. Kuptoni që fatet s'ja njësoj, bekimin merë nga mua, o shpirti. I patrazuar. Vajza, në Shqipëri dhe vetëm Tiranë për ndërtohet. Ka ndërtues të mirë këtë vënd sa të duash. Ndërtues serios. Serios, pa tjetër. Jo vetëm nga cilësia e punimeve, unë kam po pas dhe nga fatin kontratat e marrëdhënieve. Unë kam pas fatin, më shumë, që të bie, se është me fat kjo punë, ndërtues serios. Bravo. Me kontrata, me rrugë. Ka plot të tjerë, që kanë përgjësi mbi atë që ma kanë shkruaj vetëm një herë, mua. Paske pas fatëra? Po ti paske qenë me fatë, më. Në fakt, historie do flasim sot e një qytetari që diku këtu ke zona këtu ke... Alidem. Apo në Alidem, jo. Alidem duke. Duke të Alidem. Zona ishë ke spitali, ke që sotoja. Zyrat i ka në Alidem a i zotëria, ndërtusi. Pranotoj një dyqan, njësi trektare. 50.000 euro, i dha 20 ka parë, edhe tjera tha, kur marrosh vlla atë, mi për nuk zjati shumë edhe dyqani, përveç këtij të sheshit dhe një 2 herë tjera. Për këtë arsye ky që pranotoj dyqani vajtë edhe në për gjykata. E njëti dyqanë më këtë janë të gjithë, të qa janë da. Dhe Galata është që fillon gjygji mes blerësve. Jo, ndërtusi në regull. Po, ndërtusi milion, oke. Madje ndërtusi, duke qenë se e shkeli me këtë shqitësin blerësin e pari, tha që kodha, nga 20 ta, do t'jap 30.000 euro. Platon Cena është denoncusi, ndërsa Alfred Loka, administratori LKNCD, është kompania ndërtimit, është ky Alfredi. Kush e di se sa herë, po që ke noteri nesë për llogaria bankare, bakte notarialit, ti njof lekët, kalon 2016, 2019, 2023, e ikin vitet e rrjedhë. Po që në akte notariale. Po që ke ti që do t'ja të t'i kalojnë. Në vit filluan të bënë njerë muaj, pastaj çdo ditë. Po që ke ti pa që, yri Andrelinin mes, po që ke pa jo, Andrelini! Pas ke vajt ti tha ke yrja ime, se shpinë e tyre kanë qendo dhe mirë bëjnë. Shpinë e tjetrit, apartamentin e tjetrit, s'do t'a din fare me jau, apo të qonë e tjetrit. Po fare me, vija ty ke klani unë. Hajdi, tha Andrelini. Doli pun, tha, nuk vit do të, tha, po, lekët, qke, do të e nesër. Ne pritëm, po, 27 maj, sot e këse dite që flasim, as një lek nga Alfredi, nuk e di. 3 herë ka shita dyqon, pra ka mor lek mjaftueshëm për ta shly njëri. Ne fillon se janë dyqanet e kaq shtrenjtë. Po patjetër pra. Se ti e ble dorë 4. Më pra. Hapi i parë. Denoncuesi ynë, zoti Pluton Cena, i është drejtuar emisionit Stop duke denoncuar një rast që ka lidhje me një marrëdhënie që e ka lidhur para disa vitesh me një ndërtues në Tiranë të quajtur Alfred Loka. Unë kam një problem me një zëri që quhet Alfred Loka, ndërtues. Është Loka SHPK. Pra është administratori një shoqërie ndërtimi thoni ju Loka SHPK. Loka SHPK. Në aktivitet ku? Në Alidem. Në Tiranë. Në Tiranë, po, në zonë Alidemit. Unë në 2016 kam bërë një kontratë me të për t'i marrë një dyqan në Tiranë, ke spitalit në Trereza, më afër. Kam bërë një pagesë me 20.000 euro. Kemi bërë një kontratë që do t'ja bëdhi shumë tjetër në pasaj 20.000 euro, që të blej dyqanin. Ishte pa blokuar, ishte shumë për në lirë. Dhe kur të merri në dorë, dyqan do të jepni atje dhe 20.000 euro. 30.000 euro tjera. 50, diçka tjetë më la mu dyqanin.
Që në total për dyqani kushtonte? 50.000 euro në 2016. Në 2019, kur e shoh edicioni që shit edhe 2 herë, 2 vende të tjera. Kishte probleme, më thirrën edhe në gjyq për se edicioni që shit vende të tjera. E marr Alfredi dhe më kështu më tha, mu do të kthej, tha 30.000 euro. Edhe shkum prapë te noteri, 2019 më bëm një kontratë që unë njoh 30.000 euro që do ta laj për një kohë shumë shkurt. Por në fakt pyet atë 20.000, përse do t'i kthente i 30? Se edicioni ishte shit prapë në vend tjetër. Në 2023 i bëjmë po një kontratë prapë tjetër të njiftë borxhin dhe për 3 muaj unë do të laj shumën 30.000 euro. Nuk morët as dyqanin, As dyqanin, nuk morët mbrapsht as para. as lekët. Telefon me Alfredin, qytetari, po që ke burë të hënën, po që ke burë të marrën, po që është e mbyllur kjo punë. Janë 10 vjetë, mos je mbyllur. O, ti, Vjet. janë ca vepra të shi që zjasin në kohë. Pa ma po, zjasin. Së bëhet i të centrali komani dyqanet janë të vështira shumë për vajza. një vit, edhe mverje bëri për 5 Jo, më po dhe dyqanet janë të vështira se du në kohë, të fatë, dyqani, pa tjetër. Thejt nga krau tjetër, që gënë temperatura ambientit, lakshtira. Janë si punë e këtyre, dun atë mikroklimën e tyre, si që thotë ndryshe. Digjeni. Por nuk e keni lënë me kaq zoti Cene, pasi ju her pas here e keni takuar zotin Alfred Loka, këtë ndërtues, qoftë në biznesin e tij që ndodhet pranë shkollës së baletit, qoftë edhe në banesën e tim, keni thënë apo jo? Po, unë kam shku disa herë, kam shku te zyra, i kam shku te shtëpia, kam kontakte, edhe ka qenë në vetmja mënyrë që unë do të laj lekët. Unë për 2 muaj do të laj lekët, unë për 3 muaj do të laj lekët. I njëjtat mashtrime më ka thonë, u bë që prin 2023, 2026, si njëjtat gjëna. Mbyllë më bordë e se mbyllë më një sonën e llogarisë që të them unë. Atë të them unë që të bëjmë nesër. Nesër e shtonë, nuk ka veprime nesër, më Jo, po të tek një 10 që ndonjë 20 që të bëjmë të mantë. Po merrem me të punë, të premem prapë, mbyllë si kanë bordati, mbyllë se them unë. 99% do marrosh, 91% do të them unë si do veprojmë nesër. Po Pluton. Të ti nisun të shovesh ma këlltiri një 10 që mu t'je më burë. Të shim kjo mu. Të onën të mandët në për një vepër ndorën, s'fus do të mangë. Ma përlatë, ma blokoj më burë, se kalojsh ato. Bëgoj futa të vjeshët i për muë, bëgoj futa. Jo më rja kisha mangë e kalove për të kalu më burë, Fredi. Fred, kur i fut lik, kur mi e blik, Fred, si du më rejtë, çdo të hendë, çdo të Të prejtë. onën 1 minutë për të onë të mandë, do të flasim nga. Pasë qytetarit yri Andrelini në telefon. Pa lere ti këtë punë, i thot Alfredi Andrelini. Pa shikon dhe një punë tjetër të që të lutëm, ndërtusi. Shikon një punë tjetër, i thot për momentin këtë punë kam Andrelini. Thot t'ja bësh ato 30.000 euro këti që ke 10 vjetë që thë po e jo, qyqa minon. Jo pa, se shiko, pa kështë, pasaj e thot. Ke zyra se gjetëm, ka hullë qepenin, firmën, që ka pas. I bajtëm ke shpia, a do... Ke vajt, ke dera e shtëpis time. Ajo është hapësira për bashkë. Ajo mërësit aty shumë. është hapësira për Është ajo bashkë. hapësira për bashkë. Kemi arë për ty, kemi arë për komshiun për balë. Okej. Nga aty të morëm telefon se ta kumë datë komshiun për balë. Me gjitha të Alfredi thot, që ke e në dati se 7 është myllë me kjo punë, po pritëm të vinë klan, pritëm në klan, jo po mdoli punës vit dot. Birë Selmani nënës këtë qaj më parë. Digja. Denuncoj se ju zoti Pluton Cena nga ka thënë se në disa raste me zotin Alfred është takuar pikërisht në zyrat e kompanisë që ndodhen në afërsi të shkollës së baletit, por me sa duket prej kohësh, kjo zyrë qëndron e mbyllur si shihet edhe në këto momente. Pra, e kemi të pamundur të takohemi me administratorin e kësaj shoqërie pranë ambienteve të saj. Për shkak se zotin Loka, administratorin e kompanisë së ndërtimit nuk kemi mundur të takojmë atë fizikisht, qoftë pranë zyrave të tij që ndodhen pranë shkollës së baletit, jemi detyruar të paraqitemi pranë banesës së tij. 2-3 ditë do marrosh. Është histori e gjatë, po mos u merr me punë të shit në emision tjetër. Jo, unë do merrem me këtë punë edhe konkretisht me problemin tuaj, zoti Loka, sepse i detyrojni 30.000 euro dhe nuk ja keni kthyer. Pse? E qartë. Keni një deklaratë notariale me njëri tjetrin dhe ju keni pranuar të theni? Do kalojnë, ju lutem, shiko, do kalojnë këtë javë dhe mos ndodhi. Ku jeni t'ju takoj pak, ju lutem? Po i bën kafë që të më takosh mu. Zoti Loka, po flet me gazetarin e emisionit Stop dhe jo me shokun tuaj apo me ndonjëri të... Meru me Plutonin, se ti të go Plutonin. 2 sekonda këtu, zoti Loka. O Fred.
Më lodh më gjithë fëmijët. Kur mi jep lekë, më lësh rahat mu. Kur mi jep lekë, më lësh rahat në kalamajt e mi. Deri ditën e premte kalojnë në llogarinë nga noteri ke llogaria jote. Deri ditën e premte. Okej, po Keni shumë kohë, zoti Loka, që i thonë, jo të martën, jo të premte. Patjetër. Po, keni një kontratë e keni shkelur tani, keni një deklaratë notariale, tani, doni, zoti Loka, kur do t'i ktheni 30.000 euro, zoti Loka, kur do t'i ktheni parat? Si pas rregullave ke noteri brenda javës. Po, si pas të regullave duhet t'ja ktheni në 2023, apo jo? Nga komunikimi që bëm në përmjet telefonit me zotin Loka, në tha se premtja e 27 marsit 2026 do t'ishte dhe dita kur ai do t'ja kthente këtë shumë, por, në fakt, as këtë herë nuk u arrit kjo gjë. Nuk është, jam vetëm. Mori një nga ta komshit edhe pasi një qenë ke shtëpia prapë. Aty jam, kështu që ju ku jeni? Aty shumë bukur. Do merrni vetëm një qafë edhe ju se pam taku mu nuk ka të drejtë njeri. Unë këtu jam, unë këto po kërkoj, kam një javë që po kërkoj. Ka prutu, ko vi unë ke klani, i ke klani, për 2 orë më ke mua aty. Jo mund të gënjeni Plutonin, por jo mua, kështu që t'i ndajmë një dy gjëra mirë bashkë, dakor? E kisha ta mene mos me qumë prokurori. Këtë do të çosh në prokurori. I ka mohu të gjitha faturat, po të shkosh edhe ti me këtë numër atje, 1 minutë. Po, na trembe shumë, o zoti Loka, jo në prokurori e ti, o zotri, në prokurori e ti, sepse ti nuk po i përmbajsh një deklarate notariale. Në qofë se do marrësh vetëm në qafë ti mbaj me ndinqizoj këtë që po them. Për çfarë do ta marr vetëm qafun? Ti po më kërcënon mua? Ti po më kërcënon mua kështu? Po çfarë? Si ta kuptoj unë këtë do marrësh vetëm qafun? Për çfarë do marr vetëm qafun? Ke nxjerr derën time në kamera pa u taku me mua. Po prandaj jam këtu t'ju takoj. Ku jeni t'ju vi unë tani t'ju takoj? Ku jeni pra? Televizori klan maksimumi në orën 1 jam aty. Zoti Loka na tha që do të na takonte në orën 1 pranë ambienteve të televizionit Klan, është ora 12:45 minuta. Mirë po, na ka telefonuar duke thënë se kishte pamundur të vinte dhe se veprimi do t'i linte për një ditë tjetër. Të martën në orën 1 kam lënë një takim me te aty ke noteri. Do filmosi dhe unë dhe në 1:10 do ju marr ju. Pra, po më thoni që do t'i kaloni 30.000 eurot, apo jo? Duke di sa do i kaloj. Të martën do t'i kaloj. Pastaj do të Andrej Lini, nuk e di sa do t'i kaloj, po do t'i kaloj. Ose të premte, mo. Që e ka marrë? Jo, ndoshta i ka marrë të martën. Se sot është e premte. Të thoni llaf të A, e ka për të martën që vjen. Të martën të thash. Po të martën më djalë të gjithë, të lutem. Edhe kalon e martë 2026. Por e caktoti një të martë, që cilën martë duash? Të martën e 3 2026, e 26 dhe nga të rova. Halë janë. Alfred, o zoti Alfred, të shiu nuk du të bëjë hesabet e tua financiare, por detyrimet e tua financiare janë të qarta. Ke një pagesë që të shbërë për një dyqan që ja ke shit tjetër dhe ke mërë më qafë, se faj ka ky qytetari që nuk ka hedhë në gjyq për të marrë fitimin e munguar dhe jo vete me gjitha, se sot dyqanet ishte në punë, do shiste, do bënde, po ani kësaj. Jepi ato lekër, bori dheot. Do thot dikush e njef Alfredin, sa lekëm ka muaj tjetër, po mu sa lekëm ka, a ti mund t'jesh në këto lloj hallesh. Kur i thotë sa do i kalosh, nuk e di sa do i kaloj, po do i kaloj. Kaloj mjekët më bu. Po pra, nuk e di, po se shumën që është në këtë moment kam një parandjenjë, qofsha e gabuar që për Alfredin janë mërë se mirë sa lekë ka mu, thot njoni, tjetëri, mërë se mirë sa lekë ka mu në përshpite veta këto. Ja, prap kjo i dyqanit 50 metra katror. Po apartament im 3+1. Fejemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Hajde, ullu këtu. Mos e ull. Ullu. Ullu se po na ullet me një cep që se kap kamera. Ullu. Dhe sa mere do t'i ka rikin ullu. Apo s'ki qef. Kevo, në përstola kështu do vësh goshta, se su që jo, lebe të trinun. Ose lyj me boj, tjetë boja freska. Oke, gjithmonë. Atere, vajza, në këtë vënd, beso e mbani mënd që ka një shkollë drejtorësh. Ma sa mi e shqyqy që kemi. A kur sa mi shkollë drejtorësh, kemi bo më vajza më nga ardhja, më të shikoni mu, ka një shkollë drejtorësh. Si ja kemi bo më përpara kur se kishim nuk e ditëm. A zi gjoj, ashtu ka që në arsimi cop. Të lutëm. Lere të që e është e. Përsa kohë e ti pjesë e arsimit dhe shudet, arsimi cop. Për themu shkollë drejtorësh nga ana koreografike shiko nga ardhmja. Si shikohet nga ardhmja. Një shkollë drejtorësh.
Shikon nga ardhmja. Jo, lale, po shikon nga ardhmja. Sepse përgjithsisht ardhmja në Shqipëri është e turbullt edhe kaos për drejti. Edhe kjo shkollë drejtore që është plot 9 muaj. Hajde, shkollë, hajde. Hajde, bravo. Sigurisht, për balë kësa shkollës drejtore, shkollë më parë, në Universitetin Aleksandr Gjovani, në Elbasan, bëhet një master. 2 vjeçar. Për të shku të kjo shkolla. Jo. Për qenë drejtues dhe administrues i sistemi drejtësimor. Pra nuk e ka vënë shkolla drejtorëve, është një master ku dalin mësues të denjë për qenë drejtues e sistemit arsimor, administrues të tij e tjerë. Pra, është një master 2 vjeçar me këtë janë. E qarë është një master 2 vjeçar për balë një shkolle 9 mujore? Qarë është? Asgjë. Asgjë qarë. E për master, për në bo keni master ju në aty në Elbasan. Këtë e pasan pas i nata drejtorin gjimnaz. E pasan pas gjithë dhe këtë shkollon. Dhe sot, ju e dini, lejada e mësuesve di gjithë, pa dhe ne kemi tërguar, që kur bëhet konkurs për një vënd vakant drejtori, dojtë pa tjetër kjo. Dokumenti. Ku qanë cili nga dokumentet? Diploma. Që diplome minon, pa më thuj tjetë. Certifikata. I shirit këdora, nuk e di që duhet. Jo, me pra jo. Duhet dëftesa e kujt. E kuris. Pa jo, për këtë janë. E ushtarit. Jo, dëftesa, kjo, se në lytët menqë. Dëshmia penalitetit. Jo, pra jo, duhet certifikata e shkollës të drejtorëve. Që të futesh drejtor? Pa. A më thashën për në buri dhot për... Shkoj një shoqja ime me këtë masterin 2 vjeçar profesional për administrim dhe vetëm të sistemit arsimor. I ka rëtë drejgjeda. Mos mund të krasoj. I ka rëtë drejgjeda. Tash një fëshoj statë. Nuk mund të krasosh 2 vite shkollë me në gjipit me një 9 mujor intensiv. Brava. Nuk mund të krasosh. Brava. Brava. Pyete që shtroj sot në emër të shumë arsimtar me fakt që ma kanë sjellë si problem. Pse tregjen e boni akoma këtë master atje dhe nuk e vlerësoni me asnjë pikë? Doni të jepni prioritet se shkollës së drejtorëve për të rregulluar tarafin tuaj dhe jo vetëm në fakt. Po vlerësoni edhe këtë me 5 pikë. Fjala bie, po marr një shembull, në qytetin e Elbasanit, në një shkollë të mesme është një drejtor i komanduar, që duhet hapet konkursi për drejtor shkolle. Asnjë nga këta që konkurrojnë për këtë vend drejtor lëku nuk kanë këtë certifikatën e shkollës së drejtorëve. E çdo bënet, do ngelet pa punë. Jo, hyn në lojë, masteri për këtë punë bërë në Elbasan. Nuk vlerësohet me 10 pikë sa vlerësoni ju këtë letrën e drejtorit të shkollës. Aty deri momenti që sa të vi dikush nga shkolla e... 3 me master dhe pikëzimet e tjera dhe ty si lloj konkursi. Masteri i Shqipëri vajza është vetëm me zonë një rresht që e kanë bërë dokumentat ato dhe s'kan me çaj mbushin. Është në master e ke aty, kaq. Pra që të mos ditë A4 bosh kanë shkruar, master po, master profesional. Hapi i parë. Edhe njërë tjetër vëmendja sot do t'jetë e arsimi, kemi folur për shkollën e drejtorëve, pozicionin nën drejtori dhe drejtori dhe detyrimin për të patur certifikatën nga shkolla e drejtorëve. Në vitin 2014, në fakt në Universitetin Aleksandr Gjovani në Elbasan, çelet një dekë e masterit profesional drejtim dhe administrim i arsimit, që premton që në finale të gjithë ata mësues që aspirojnë për këtë lloj pozicioni nën drejtor apo drejtor do të kenë mundësi të konkurrojnë në mënyrë të barabartë. Sot, pas kaq vitesh, në fakt kjo ëndër ka mbetur në sirtar, pasi ky master nuk ka asnjë lloj vlere përpara certifikatës së shkollës së drejtorëve. Unë jam me profesion mësuese për 20 vitesh. Në vitin 2016, mbaroj një master profesional 2 vjeçar, dega drejtim administrim të arsimit, në Universitetin Aleksandr Gjovani në Elbasan. Me këtë master, kisha si qëllim që të konkuroja për nëndrejtor shkolla. Kur erdhi momenti që do aplikoja për të konkuruar, marr vesh që masteri im nuk ishte as edhe një lloj vlere. Masteri im nuk merrte as një pikë, ndërkohë që certifikata e drejtorëve merrte pikët maksimale 10 pikë. Kjo që më duket absolutisht e padrejtë, sepse i bie që unë gjithë të kontribut 20 vite mësuese, gjithë arsimi im nuk ka asnjë vlerë. Ndërsa te shkolla e drejtorëve ne e dim shumë mirë se si funksionon, sepse është një rreth shumë i ngushtë që e mbajnë vetëm ata që e kanë, duhet ngritur zëri. Atëherë për çfarë e bëra unë këtë master? Çfarë duhet bëj me këtë master? Përse i humba 2 vite shkollë? Ka dhe të tjerë si unë. Janë të pakt, por që ka, sepse kanë mbaruar, ka pasur, në ato vit kur kanë mbaruar unë, ka pasur dhe studentë të tjerë që kanë bërë masterin për këtë qëllim, pikërisht për këtë qëllim. Dhe asnjërit për nesh nuk na njihet ai 2 vjeçar. Çfarë të merri?
done bachelor. Jo, sinqerisht, çfarë sikleti pas kanë qenë shkolla dikur vajza, që i kanë pas drejtorët drejtorët e drejtoreshat pa këtë kursin nëntmujore, si ja kanë dalë. Drejtoresha, Si ja kanë dalë, mor, si ja kanë dalë, mor. Sot sa më shumë shtohen këto trajnime dhe gjë aq më për shkon në sistemi për nese. Sa do të bëjnë? Prapa i që se ka do rrinë punë. U drejtuam tek Universiteti Aleksandr Gjuvani në Elbasan për të pyetur, më falni tha. Këtë masterin që ble me ner as i pik. Që ka shku si bonët e thesarit. E vazhdoni ju? Ky master si bonët. Tjetër tha, në shtator tha, do vish pyetësh, çfarë dokumentash duhesh, plotësoj gjitha. Vazhduam pyetje më tej. Më falni, a është njësoj ky master i 2 vjeçar me atë në mujor që në shkollët drejtorëve? I tha jo. Po qa thua ti mër? Po shkolla drejtorëve është... Shkolla drejtorëve është... Po bërë këtej e overqualified. Bravo. Pra 2 vjetë master nuk janë i gjë. Përballë një 9 mujor që atje. Shë di qa bëjnë aty 9 muj. Me gjithë të partisë, këpëton apo jo? Shë di qa bëjnë 9 muj atje madhe. Atje, 9 muj atje, qarë. Tranash, sport. Atje që qomi ne dhe s'kemi frikë, qomi ne dhe s'kemi frikë, drejtora shpet në... apo jo? Në Afrikë. Në Afrikë, le. Vazhdimi. Ndërsa e parë është pranë në Universitetit Aleksandr Gjuvani në Elbasan, u interesuam në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, përse përket kësaj degë të masterit profesional, drejtim dhe administrim në arsim. Avion të mbetet e hapur, sot pas më shumë se 10 vitesh, a mirëpret ajo student? Dua të pyes për master. Më pëlqen se kushëria ime ka marruar këtë masterin profesional që është drejtim dhe administrim të arsimit. Kur fillojnë si procedurë çfarë letrash? Mund të ish shtatori do interesohesh. Pastaj do shiko çfarë letrash duhet qyshe tek. Sillen letrat konkurrojnë, në rast se shpallësh fituese regjistrohesh. Është akoma si degë. Dhe natyrshëm lind pyetja nëse ky master profesional akademik është i barazvlefshëm me certifikatën e shkollës së drejtorëve? Tani ky master profesional që dua të bëj unë, a është i barazvlefshëm me këtë certifikatën e drejtorave në drejtorave të shkollës? Jo, ai është master, shkolla drejtorëve është shkollë drejtori. Janë 2 gjëra të ndryshme. As pak premtuese dhe e padrejtë kjo përgjigje nga ana universitetit që ofron një master profesional akademik me 2 vite, 90 kredite, ku në fund pranon vetë universiteti që nuk është e barazvlefshme me certifikatën shkollës së drejtorëve, e cila zgjat vetëm 9 muaj. Dosha për një pjesë ju nuk ju hynë qesi kjo punë, por mos harroni, që të gjithë keni një farefis, një kushërie, një të afër që është mësuese, apo mësues. Dhe sot në përkëmbët, për shkak të një kursi 9 mujor, absurd, që duan të vlerësojnë në fjalë, përballë një master i 2 vjeçar, është master minon, është 2 vjeçar. Dhe vazhdoni e bëni dhe nuk e pikzoni as një gjë. Se unë e kuptoj se pas ka 10 piksa certifikata drejtorëve, po bëje 7 paktën. Këtu kanë dalë gjyqtare prokuror me shkollë natë, ti s'po habite me shkollën e plepave, po e kuptova. Nëse Nora Male, një nga konsulentët dhe ekspertët e digjit arsimit aso kohë, tek UB, flet qartë të pastër, po s'mundet thot. Po s'mundet thot të jetë ky pikzim 0 është absurde. Dhe ti vazhdon e bën. Po pse e bëni atëre? Iqni bachelor se s'duhet fare, iqni 3 vjeçare në bachelorit dhe bëni një kurs 6 mujor. Bëni një kurs intensiv 6 mujor për shkollën, që duhet 3 vjet bachelor një studenti. Masterin 2 vjet, iqër, bëni një muaj një kurs, kupton për të bërë çfarë tjetër. E të mbyllë gjithë ky cikli 5 vjeçar, 3 bachelor, 2 master me 4 muaj. Rruga më mirë është kurs për hidraulik. 80.000 lekë i montim lavamani. Shpejt. Digjeni pak. Të gjithë ata që aspirojnë për pozicionin nën drejtorit apo drejtorit në një shkollë të arsimit parauniversitar, duhet thënë që duhet të përballen me një tjetër pabarazi, mos drejtësi në konkurim. Lidhet pikërisht me vlerësimin e kësaj diplome të masterit profesional, ku vlerësohet me 0 pikë, e nga ana tjetër certifikata e shkollës së drejtorëve me plot 10 pikë maksimalet. Mendoj që ligji i arsimit lart e ka të përcaktuar qartësisht që të gjitha programet të cilat janë të akredituara dhe të licencuara nga Ministri i Arsimit dhe ushtrojnë atë që quhet formim akademik, duhet të jenë të vlerëshme në të gjithë karrierën tënde në drejtim të asaj që quhet portofoli mësuesve. Në rastin konkret, nëse nuk njihet, hidhet poshtë i gjithë sistemi për arsye se sistemi e njeh dhe studentët kur shkojnë të bëjnë këtë vlerësim apo të bëjnë këtë formim,
e bëjnë duke u bazuar në mënyrën se si do vazhdojnë në jetën e tyre për të ndërtuar institucione, për të menaxhuar institucione. Këshilloj Ministrin e Arsimit ta rishikojë edhe një herë mënyrën se si ka vlerësuar që kjo kategori e studentëve të mos përjashtohen pasi ata kanë marrë një vlerësim akademik që është më shumë se sa të tjerë dhe është një vlerësim akademik i profilizuar në këtë fushë që u jep shansin që të gjithë të jenë të barabartë në garën e të vërtetës. Mos konkurenca e pastër asjell një mekanizëm të rrethit të mbyllur ku në fakt në finale pozicioni nën drejtorit dhe i drejtorit të mbetet në duart e atyre që tashmë e kanë? Mendoj që masteri profesional duhet futet në pikabarazh dhe duhet hapur gara në mënyrë që të jenë jo vetëm titullarët aktuale, ata që garojnë, po duhet të jenë edhe ata që mendojnë që mund menaxhojnë shkollën shumë mirë, mund të japin idera shumë të reja dhe mund të kthehen në një frym të re në menaxhimin e shkollës. Në fund të ditës, institucionet politikbërëse duhet të kenë të drejtën që të realizojnë barazi në garën që secili mund të dëshirojë dhe çdo mësues që ndjen veten të aftë për të garuar dhe për të bërë karrierë profesionale e ka të drejtën absolute dhe nuk mund të mbyllet në rreth vicioz. Dhe ju të fushës së arsimit që aspironi për pozicionin nën drejtorit apo drejtorit të një institucioni të arsimit parauniversitar, pasi u njohët me këtë histori, do t'i drejtojë një universiteti për një diplomë akademike apo shkollës së drejtorëve për një certifikat? Më shqetëson njerëz zakonisht dhe ndryshe këto drejtorë. Si je mësues ose mësuese me eksperiencë, kupton që kanë. Po përveç eksperiencës, njësyrësh nga këto mësues ose mësuese kanë të masterin, që është ata kanë eksperiencë, po, e kanë edhe. Ja, pas hapim do të konkurse nuk ka me shkollë drejtorësh. Po s'ka për asnjë në qytet, janë me të masterin. Më fali pyetje kam. Urdhë do thuaj, njëra ka anglisht, njëra s'ka. Këtu kemi këtë pikëzime, këtu kemi këtë zyshën e matematikës që ka master dhe ka 25 vjet profesion. Bravo. Dhe vjen ledi. Po, kjo çupërlina e re. Zysh gjimnastike. Bravo. 22 vjeç. Po. Me master ka 9 muaj futet. Jo, kjo s'ka master. Po ka shkollën, certifikatën e shkollës së drejtorëve 9 muaj dhe kjo bëhet drejtoresh. Futet kjo? Patjetër që kujtoti. Sa e kam prit këtë moment? Po patjetër. Sa e kam prit këtë moment? Po kjo është japim rrugën të ardhmes, arsimit, zhvillimit, kupton apo jo? Ja, s'ka 25 vjet eksperiencë ajo. Kjo është reforma që e kemi kërkuar. Po ngju për pranë pra po them. Çu reformohet vendi? Bravo. E kuptot. Ja kaq. Ti vëm ka pak se punë. Më shqetëson shumë që kjo reforma agrare është apo jo? Jo, arsimit. Reforma arsimit kjo. Më shqetëson shumë qëndrimi kësaj që është kështu e varme. Ti. Ti. Je si e lodhur, je si kujton. Çfarë ke me Xhan? Po lodit with energy, ha mund të mos çakëje. Therë me fund pa zot. Ata ta japim me serum para emisionit. Jepi një, ha. Jepi. Hajde. Tani që kthehemi skritur. Tani që ikim ne do ndizet. Tani që ikim ne. Dësa. Pa mbyllim tash. Ha? Jo, mi faleminderit, okej. Mirë, na falni. Natën e mirë, përshëndetje shifemi. Ha? Ta hanë. Hajde. Okej. Hajde. Shpejto vajza, flutura. Flutura që ju bëftë mamaja ju bëftë. Krum gjitha të shkallat. Pafe. Si është zysha, nuk ditë më tha. Zysha është këto aeroplan bajtë. A minon që jeni këshumër. Triti. Flonza. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.